pasha kohën. Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Dhe jo rastësisht, Allahu betua në kohën, sepse ajo është një dhuratë e çmuar nga ai. Mirë po, shumë prej nesh e harrojnë këtë, duke shikuar përmbajtje sikur që është Big Brother, që nuk i sjellin dobi i shpirtit dhe mendjes, por përkundrazi, intrik, grindje dhe gjërat që largojnë zemrën nga vlerat morale dhe fetare. Sipas Islamit, janë disa këshilla se si të kujdesemi për zemrën dhe shpirtin, e po ashtu edhe për shfrytëzimin e kohës në mënyrë sa më të arsyeshme. 1. Të mos shikojmë gjëra të kota ose që përhapin negativitet, sepse zemrat tona dobësohen dhe largohen vlerat islam. 2. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na mësoi, në këtë botë ka 2 gjëra që nuk mund të rikthehen. Ajo është fjala e keqe dhe koha e humbur. Kështu që çdo orë e kaluar duke parë gjëra të kota është një humbje e kohës së çmuar. 3. Zgjedhja e aktiviteteve të dobishme, si leximi i Kuranit, lutjet, mësimi dhe ndihma për të tjerët, janë aktivitete që afrojnë njeriu shpirtërisht dhe ja mbushin ditën me vlerë. Si përfundim, le të reflektojmë për kohën tonë dhe zgjedhjet që bëjmë. Le të mbushim jetën me përmbajtje që na ngrisin shpirtërisht, duke menjanuar ato që lodhin mendjen dhe na largojnë nga vlerat islame. Big Brother mund të jetë argëtim i shpejt, por shpirti yt meriton më shumë se kaq. Një trajtim që të bën të ndjehesh rahat dhe kënaqi krijuesin e gjithësisë.